Horoskopi mujor, prill 2025. Dashi, gjatë 2 viteve të fundit, Dashi ka vënë re se ka kaluar në për disa transformime të thella. Shumë prej tyre mund të reflektoni se si jeta juaj dhe mënyra se si e paraqitni veten tani janë shumë më ndryshe nga më parë. Një tjetër faqe është duke u hapur ndaj Dash, mund të emocionohesh dhe të bësh një hap të rëndësishëm. Ti, qëllimet dhe marrëdhëniet e tua janë të gjitha në qendër të vëmendjes dhe ndërsa ecën me shumë guxim përpara, dije se fati është në duart e tua. Demi. Në vitet e fundit, Demi ka patur një fokus të shtuar për të bërë ndryshime në lidhje me shëndetin mendor. Një tjetër kapitull që po shfaqet rreth këtyre temave sërish. Dëgjojini të gjitha sinjalet dhe mesazhet nga universi gjatë këtij muaji. Universi po flet, ndaj dëgjoje me kujdes. Nëse dëshiron të bësh ndonjë ndryshim të rëndësishëm, sidomos në lidhje me shëndetin, ky është momenti ideal për të gjetur specialistin e duhur. Mund të zbulosh se jeta jote do të përmirësohet dukshëm. Binjakët, pavarësisht të energjisë ngadalë të javëve të fundit, një derë po hapet për ty që nga kjo javë. Shumë prej jush mund të vëreni se jeta po bëhet sërish sociale ose po kaloni më shumë kohë me shpirtra të ngjashëm me tuajin. Mund të përjetosh një moment të rëndësishëm, pasi mbase në një fest me një shok do të tërheqësh një lidhje platonike me një shpirt binjak. Përtej kësaj, duket se ka një derë që hapet për një qëllim ose aspirat, kështu që merr parasysh ato që dëshiron të realizosh dhe bëj përpjekje për t'i arritur. Gaforia. Edhe nëse ke ndjerë se çështjet e karrierës kanë qenë veçanërisht të çuditshme në javët e fundit, Gafore, një mundësi duket se po shfaqet për ty. Ke bërë shumë përparim ose kthesa në botën profesionale gjatë 2 viteve të fundit, por mos u frikso. Një avanci, mundësi për njohje, ofertë e re pune ose një vendim për të ndryshuar karrierë mund të shfaqet nëse tregohesh e hapur për këtë ndryshim rrënjësor. Luani. Universi po të jep një ndjenjë të egër aventureske Luan. Mund të vëresh se mundësit për përparim personal ose profesional po shfaqen. Zgjerimi i perceptimit tënd për jetën përmes studimeve intelektuale, punës shpirtërore, udhëtimeve ose kulturave të reja mund të sjellë përfitime. Për shembull, disa nga ju mund të vendosin të kthehen në shkollë, të angazhohen në punë komunitare ose të marrin vendime për t'u zhvendosur diku. Virgjëresha, një tjetër kapitull i ri është para teje Virgjëresh, dhe ky është ndoshta i lidhur me krijimin e pasurisë. Ky është një moment i shkëlqyer për të konsideruar mundësi se si mund të shtosh pasurinë tënde. Disa nga ju mund të vëreni se një derë hapet për të marrë më shumë përfitime nga puna ose mund të vijë një lajm për një rritje në detyrë. Nëse ke një portofol investimesh, ky është një moment i shkëlqyer për të shqyrtuar se si mund ta maksimizosh atë. Konsulta me një këshilltar financiar mund të sjellë shumë përfitime për ju këtë muaj. Peshorja. Gjatë 2 viteve të fundit, Peshorja ka patur kalime të fuqishme në partneritetet kryesore. Ky është një moment i shkëlqyer për të vlerësuar se ku qëndron dhe se si mund të përmirësosh planet tuaja afatgjata në biznes dhe dashuri. Ky është portali fundit kozmik i madh për shumë vite për t'u përshtatur me partnerin tënd ose për të marrë vendime të rëndësishme së bashku. Disa nga ju mund të keni mundësi për t'u zhvendosur në nënshkruar kontrata ose për t'u martuar. Akrepi. Ka patur shumë ndryshime të papritura kur vjen puna tek produktiviteti kohët e fundit Akrep. Fatmirësisht një derë duket se po hapet për të fuqizuar që të gjesh një balancë më efikase mes jetës profesionale dhe saj personale. Vlerëso se si mund të përmirësosh planet, projektet dhe përgjegjësitë. Disa nga ju mund të marrin një ofertë për një punë të re, një klient mund të shfaqet ose të ngarkoni me shumë projekte dhe punëdhënësi juaj. Të tjerë mund të vlerësojnë se është momenti për t'u fokusuar tek shëndeti, ndaj do të nisni aktivitetin fizik ose dietën. Shigjetari. Vitet e fundit, shigjetar ka patur mjaft energji në qiell që ju kanë mbushur me pasion. Një kapitull tjetër emocionues po hapet dhe një herë në këtë drejtim.
Në fakt, ka disa mënyra se si kjo mund të ndikojë. Së pari mund të përjetosh një lidhje të thellë romantike ose të bësh hapa të rëndësishëm drejt një lidhjeje, lëre zjarrin e dashurisë të ndes trupin, zemrën dhe mendjen. Një shpirt binjak mund të therras. Më pas, nëse ke fëmijë ose dëshiron të kesh, mundësitë e reja që ju rrethojnë mund t'ju mbushin me gëzim. Së fundmi, nëse jeni të interesuar në hobi që lidhen me krijimtarin, mund të keni më shumë kohë për to. Bricjapi do të shfaqen mundësi të mëdha për të gjetur stabilitet dhe siguri në lidhje me shtëpinë, familjen ose gjendjen shpirtërore. Bricjap, pavarësisht pasigurisë që ke kaluar, mund të kuptosh se një mundësi do të shfaqet për të kryer në një gjendje më të qëndrueshme. Qielli po bën punën e tij dhe tani mund të kesh mundësi të zhvendosesh, rinovosh, rregullosh ose të ridekorosh shtëpinë. Po ashtu mund të kuptosh se universi po të sjell më shumë mundësi për të krijuar marrëdhënie me ata që janë të ngjashëm me ty. Përdore këtë kohë për të vlerësuar mësimet që keni marrë nga ata. Ujori. Pavarësisht energjisë të pasigurt që ke përjetuar kohët e fundit, ujor, universi po të drejton horizonte të reja. Ky muaj mund të sjellë mundësi të shumta për të udhëtuar ose për të lidhur kontrata me njerëz të mençur dhe të zgjuar. Mundohu të udhëtosh në një vend të dashur ose thjesht në një qytet të afërt. Një derë mund të hapet për ty. Mund të hapet një derë duke besuar projektet më intelektuale, po ashtu përgatitur për një ndryshim apo përmirësim të jetës sociale. Ky është një ndryshim që me siguri do të mbush gjithë gëzim. Peshqit. Tani është koha ideale për të fokusuar tek pasuria peshk. Mund të ndihesh i ngazëllyer nga një ofertë apo projekt që do të sjellë mundësinë për të fituar më shumë. Pasuria mund të vijë drejt teje, por çelësi për të shfrytëzuar këtë energji është të mendosh për mënyra se si mund ta monetizosh më tej. Disa prej jush mund të tërheqin më shumë klient, një rritje page ose madje dhe mund të gjeni një ofertë të re pune. Nëse ndihesh i pasur, mund edhe të duhet të investosh në disa ide të reja dhe të bukura.